Unë jam lënë të shem të bëni masazh tronës për ditëlindje. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Se kom gjetë kranin të shem të përdojë që pjesën e Tysonit për mi krejt flokët. Sot kom qitë edhe pak shampon të kaltët. Atja këvënd, fat kaltët. Që më du flok pak më të bërta, të këshur me shka u bo. Unë jam drejt edhe me menzi që kom gjitë qëto qërpek, ama të fund mojta me në gjitë. Ta shëna të shku me pli një qiri për elektronën, një dësh, edhe me mërë tordën. Edhe me pli në e qëkullotën e cëllë. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Elektrona. Happy birthday to you. Nëjnë të shku në Ring Mall, ku ja këna organizu ditëlindja. Gjysha e tronës edhe Sinoni vinë ma vonë. Na veç unë nësëm, se s'na u rritje të shpia. Krye? Jo me preka se s'hajt. Bravo! Zakonisht nuk e du borën, po qëta shtiko ka shumë mirë. Dyqysh po doken lisat shumë të mirë. Jam të shku me atë që gjyshës tem do tortë. Edhe dishka tjetër. Po doke që kur s'ka më kry qëto rrugë veç lisa. Dhe më anë që kjo është shpia i babës tem. Nuk shihet shumë mirë. Ora është 8 në trona dhe kom shumë kapsht. I vëndesht tishet e fitnessit, po fitnessit s'ka me anis diri në 10 dishka. Është dola në pini kafe veç vetë. Aje që zgjohet herët të ka dyna faka, unë hala asë një asë gjeta. Kjo që jam shqida, ndryshoj jam për tipa. Jetu edhe 100 vjetë s'ke si kjo qika, si kjo qika. Unë pas mërë si kjo qika. Mirëmëngjesi. Që patenta, e kam edhe sigurimin që të dikon. Me, I was just calling to let you know how much I No, s'ma bën qëtësis. Do me monal muzika? Nesër e kam ditëlindjen. Sot kam i përgadit do sena. Fillimisht kam i shku me këqyri fustan me qëra që do ofër. E kam. Tëna në orën 11 kam i shku të Serene, inshallah jam të thonë mirë, Serene Aesthetic.
Edhe kena mi bo do 3 mone, që shumë mirë para ditëlindjes, një dhuratë e vogël për vetën tamë. Nëse ne arina të shku që ashti të LF Fashion, as nuk e di fustana më qëran që të në rrugë Varoshit. Në Ferizaj e kom po një fustan shumë të mirë me vesh, është pink që shkam qef, se unë kam plot tesha, po për ditëlindje po kam qef diçka më të veçantë me vesh. Mos delo, ja u di. Kishim plot fustana për darsma, fejesa, për matura, kështu që nëse edhe nuk doni me harxhu shumë pare për një fustan, moni me marrë një veç me qëra, mu pëlqen shumë që kësat, se edhe unë jam një njëre që kam qef me vish teshat vish një herë, se me një herë mu bon bajat. A dhe nështë të vishë një tesh, të na e vishë ja pet mas një 5 vjetë, ose kam që të nëse më pëlqen të shka e vishë non-stop. Më thonë nëse më shenit non-stop me teshat e njëta, është ose që s'janë të dalë kërkon, ose janë të pëlqyti për shumë teshat. Kjo është fustani që jam të dosh me vish për ditëlindje, e që ka i mirë, po ma gjanone, po ma ngushton, po ma ndreq. Edhe kish plot fustana këto të mira, që nësi ju vy në sen, e dini ku me ardhe. Ka më thonë na tash vazhdojnë me procedurat e ditës, që janë në shku të Serina Aesthetic e të këqyrë Serin, nuk e di, e të këqyrë me shabojna që të... Fillimisht kena hit të pjesa ku bot edhe head spa, edhe e kom vesh qëto. Tana e kena bot do analiza për flok, e dol që porët i kam shumë blokume për endyrës. Tana e kena vazhdu me një teknologji shumë të fort, me analizu kërejt ftyrën, që na të regon tona për kërejt problemet që mo njëri mi pos me lekuar, ose të si të ndërshme, ose të thot, porët, blackheads e këto. Do me thonë që to ishin një analizat e mija, ku mujtë edhe mi skanu, edhe mi marrë telefon, halo i kam. Krejt produktet ishin pi Amerikës, që po mu i ke njëri veç me licencë me marrë, do me thonë janë produktet ma të mira për ftyrë, edhe kjo ka një hidros, më do këtë. Qëto do me thonë kena bo hydrofacial, mu mas shumë të qëto masajat në për ftyrë më kanë pëlqy. Edhe kena njës me pastru ftyrën pi poreve. Pikat e zeza e krejt qëto sene që si kina qefi kina hek me qëto procedurat. Do me thonë, kër i kina bo analizat e ftyrës tem, mu më ka dalë që kam pak të ndryshme, pak si e shumë, ama e kam edhe të njëtën kohë kur e në thotë, që kjo kem duket vitamin E oil, e që kjo është ultrazoni, që një më për muskojt në ftyrë, e më e bo ftyra ma lifted, më duk ma ere, pak a shumë si fitness për ftyrë. Edhe qëto nuk jam bo astronaut, po jam të bo oksigen terapi, qka s'ko mësu sot për lekuar, e për flok, për gjithsi u kanë mirë pak me poshu, me marrë pak ko për vetën, edhe me restartu vitin tem 3, do me thonë që i mushin 26 vjetë. Fillim një herë e kena bo skalpin detox, do me thonë senet e këqia e kena hek. Kanë apliku do vaj edhe më kam bo masaj me vaja. Unë çdo ditë me pas mundësin, çdo ditë kisha bo kësi masazha, po s'po mlojnë fëmit. Po të njëjtën kohë e kom pas edhe maskën në ftyrë vnot, që u kanë për me nxit kolagjenin, edhe antioksiduse, edhe kështu ma ka qetësu lekurën pak. Që tu kena vazhdu me pak masazha, se me qitë qëtë vojnë tjetër me qëtë farbrushën, me red light therapy. Sa do me thonë ku marrë shumë informata, nuk e di sa cila veç. Unë e pyta tana edhe për me ja bo dhëra dikujna tjetër, edhe kishin edhe gift cards, shto që nëse kini na e ditëlindja, ose na i san, që se dini shka mi bo dhurat dikujna, moni me blini gift card qëto me qunë Japanese head spa, ose me jabona e tretmen për ftyrë. Qëto të na kena qitë moskat ndryshme për flok, mi trajtu flok të dëmtuara e mi shkelqy. Që
që kjo apet është oksigen terapi për ftyrën. Edhe të na krejt në fundit kina qito ice globes me bo masazh ftyrën. Në fund i kena tërë flokët edhe i kena ndreq pak. Përveç që ty në shërbimeve që i kom bo, i bojnë edhe shumë tjera me laser, me hek celulitin e këto e kam ardha pet kismet edhe jo marrë me veti. I'm like a rabbit, he pay me in carrots. You fuck on your back, bitch, that's why you stagnant. 90s fine and bitch. You got it made right now. I won't let you down. I won't let you. Tvoj babit kërën, se po tutët që po ja prishin. Peace. Trona më thonë shumë në ekstrem e smooth. Të më thonë jo kësë kona si më kërë. Dhe shem tu e që me një farë salt room, të më thonë një dhumë me kryp, mos për një mon pak. Nejsen edhe shmirë që të me lojna, ta që kalzoj vene, kërë mëri. Na sot jena konë në kryp, do më thonë me një dhumë që është krejt kryp, se elektronën e kom pas tepër të smooth. Sot ka bo pak ma mirë, nuk më thonë asë që është mirë, a modelo është në kom. Që kjo dhuma e krypës është shumë e mirë për koll, për fët, për gjithë shka. Qka më la për shtypje shumë keqe, pat shumë lujna mrena, se normal nëse s'kesh pas lojna, fëmija as nuk kish dosht me nejtë shto, edhe masë është kaq mirë. O më pëlqej shumë që ke ideja. Jashtë kësoj dhome patën edhe një pjesë si kafeq, ku patë edhe lojna tjera të ndryshme, do më thonë tash e kom gjetë edhe një vend shumë të mirë për me pi kafe, se janë lojnat bashkë si në gjithë me tavolinat e jo në pjesë tjetër. Sa po e ku mora litru në pikë kopshti, sot e ula për para. Për pak, sa problem. Hes kom pas mundet me bo vloga dhe jena kom kejt smooth, inshallah tash ja filloj apet. Dev! Do lajmë t'i kozapo? Do të na fërë një një lejse? Jo, më ja, s'kena nevoj për ndim. Neve shkona valem një një një. Okej, hiç më thonë. Në shkalloni, një moni na i kujna që ka nevoj. Kry që koj qa na i sa. Sot Aleksandra ka flejt. Dim 8:45. Nëse dhe vënd ka ra, ama zakonisht edhe kur flejt vënd, qëtë herës. Na jena hala në Kosovë. Edhe që shkum të cikë dhe me harës ku pas heq vëllet me bëha vlogën, se që kom shikun pak jetën tem.
Tash sa i paluva të tisha. Edhe kam shtido qështu. Edhe makinën e djallit kam me lëshu. Ta nësot kena me dalë pak me një shoqe të temën. Me stironin edhe elektronën bashk. Kam e ndërrit shishet të na do të me drejtu edhe dhomën të me ku jam të flejtë se të merë u bo. Nëse të merë nuk është po ka pak janë do sena në krej. Qështu do të tesha se na u ka prish maqina. Disa e ndryshme kam as kam tesha. Jam të qysh do tesha që jam e milo. Tash i kum liru të shtu venet për mi shti teshat tjera të paloma. Qështu tash e ka merën mi organizu të sene. Me që shminkat, mi sortirat pak, me hik të sene, do bërlak, do tisha. Shqipidis kam shka me vesh, as nuk on shumë ftoft, as shumë të zënd. Dalë në Balkan ta testoj gjendjen. Hello! Vona kom... I like a long hair, thick red pound. Open up her legs, then fillet me on that put. Po du me full pak një tim serioze se krejt ankohen për vjerat që i kanë të këqe ose që ishti me boshka mos. Unë në që të punën kom pas shumë fat se që shetë dini mu nona më ka dekur i kom pas 2 vjet e gjys. Po e di që nëse shkon gjallë aja më kish një mu për gjithë shka. Edhe po tham masi se kam ato, bile vjera më ka qëllu shumë e mirë me më një mu për gjithë shka, hiq nuk priton. Ju që hiq nuk priton, ama as kur nuk e kom pas nëjë problem me ta, as me më thonë e laft keq ose me më shti me ba diçka ose nëjë sen. Po du me thonë që hala ka edhe vjerat mira, mos o dishproni. Bravo! Sa që va të trënë në papshë dhe erë një qikë shumë e mirë, tha hej, a më prete shpak ti qaj e fmitë. Thash, okej, ku më di thash, ka ka me vonë. Aja jetë tja ti këtu kire. E tha, po do me ti bo vitlat. Edhe, se dish, a mi bo a mi one. Aja tha, po më që tash, dhe qysh, smujta nashta me një herë, ta këshyri nashta boj ko edhe shkoj boj, veç hajt. Veç hajt mi bo hajt.
Peace up, A-Town. Tanzen ist für Bitches, mach mal nicht auf Asche. Ich chill in der Lounge mit den Hoes wie ein Pascha. Pretty Motherfucker, aha, Shindy. Alle werden gelb vor Night, dicker Springfield. Sot e kam një intervistë në ATV, jo në ATV, po në ATV. Ishe po dina anglisht, you know, rock music. Ndika. Faleminderit Erona për grimin. Tepër jam të duk mirë. Shumë diqysh thjesht and nice. Edhe xhoxha. Pip. Prit disa të bëhet intervista me shoqin tem të dosh. Hello. So tatted all over her body. Shumë që sa shumë këngë kamerore dhe si me këto ngjyra që kjo është vendi për ty. Kontakt edhe për mu si fëmija, për që e ka hup nanën, mi hup edhe motra, ta na të qysh për me ka ndiku që kjo shumë të one me angst, me qëtu sanë. Qysh e ke kalu, a ke vujt gjatë këtë pjesë? Po, gjithë edhe halo, vazhdoj, për veç jam mësu më shumë me jetu jetën me angstin, ama ma mirë jam kështu. Sot a ki kontakt me tu, a keni pas qeli, e të kanë gjatë ty me sytë tu? Po. Te djali ishte një sfidë më e madhe, për shkak një komplikimi që kishte